Disa pemë më shumë se 150 vjeçare të llojit akacie, të cilat ndodhen në bulevardin Fanoli, janë prerë sot nga punojësit e ndërmarrjes së shërbimeve publike në Bashkinë e Korçës, pasi janë vlerësuar se e paraqisnin rrezikshmëri për kalimtarët. Sipas burimeve nga bashkia, këto pemë kishin disa vite që ishin tharë dhe mund të rrëzoheshin duke shkaktuar ndonjë aksident të mundshëm, ndaj është parë arsyeshme që ato të priten. Ato pemë në panda, domethënë shëtitore Fanoli lart, janë në drurë të llojit akacie, kuptohet, janë mbi 150 vjet, janë shumë të vjetës, mbahet mend që kur janë mbjellë, dhe kanë disa vjet që ato janë tharë, po për arsye të ndryshme i kishim lënë deri tashti dhe tash vendosim se paraqiti rrezik për mund të bien nga çasti në çast dhe mund të bëjnë ndonjë aksident. Pas prerjes së këtyre pemëve, punojësit e bashkisë do të vijojnë me aksionin e krahasitjes së pemëve ekzistuese, sipas një grafiku të përgatitur në të gjitha rrugët e qytetit ku është parë nevojshme. Do vazhdojmë pastaj në kuadrin e krahasitjeve dhe të mbjelljeve që ne kemi grafikët që qartojnë për këtë problem. Do vazhdoj pasaj krahasitja edhe në bulevardet të tjera, sipas grafikut që kemi neve. Për pemët e thara, në të cilat u ndërhyn nga punojësit e ndërmarrjes së shërbimeve publike, ka pasur edhe ankesa nga vetë banorët, të cilët kanë kërkuar të merren masa.